Qeveria propozon ndryshime në ligjin për sigurinë në komunikacion, me të cilat kufizohet përdorimi i trotineteve elektrik, ulet shpejtësia maksimale e lejuar dhe parashihet mundësia e konfiskimit të përkohshëm të tyre. Sipas propozimit, në të ardhmen, trotinetet elektrik do të mund të drejtohen vetëm nga persona mbi moshën 18 vjeçar, ndërsa shpejtësia maksimale e lejuar do të kufizohet në 20 km/h. Ndryshimet janë shqyrtuar në seancën plenare të Kuvendit. Përveç e gjobave financiare, ligji parashikon mundësinë e konfiskimit të përkohshëm të mjetit për një periudhë prej 30 ditësh. Koordinatori i grupit parlamentar të VMRO të PMNS dhe një nga propozuesit e ndryshimeve, Nikola Micevski, deklaroi se nevoja për rregulla më të ashpra buron nga analizat e aksidenteve rrugore, ku kanë qenë të përfshirë drejtues të trotineteve elektrik. Po ndërhyjet në shpejtësi, pra shpejtësia maksimale të jetë deri në 20 km/h me qëllim uljen e shkeljeve me trotinet elektrik, po rritet kufiri i moshës, mosha minimale 18 vjeç për drejtimin e trotineteve. Kufiri i moshës po rritet sepse në më shumë se gjysmën e aksidenteve me trotinet, ato drejtoheshin nga persona të moshës 16 dhe 17 vjeç. Propozimi është rigoros, po lëm hapësirë për amendamente të ardhshme. Micevski shtoi se për më shumë se 2 vitet e fundit, në aksidente trafiku kanë qenë të përfshirë rreth 2000 persona, ku 46 prej tyre kanë humbur jetën, ndërsa 556 kanë pasur lëndime të rënda trupore, edhe pse masat e propozuara konsiderohen të rrepta. Ai theksoi se ato lënë hapësirë për ndryshime dhe plotësime të mëtejshme në bazë të analizave të ardhshme.